Para se të fillojmë, e keni përkthimin e siguruar, kanalin 1 në gjuhën shqipe, në 2 është gjuha serbe dhe 3 gjuha angleze. Në fund të konferencës, zotëriu Yunus Emre do t'ju siguroj edhe kopjet e shtypura të deklaratës, pra APK-ja e udhëhequr nga Yunus Emre e përbën nga 12 antar, duke përfshirë parlamentar nga 46 shtete pjesëmarrësme në Këshillin e Evropës. Delegacioni ka qenë këtu nga 27 dhjetori, ku janë takuar me lider dhe përfaqësues të partive kryesore politike, duke përfshirë edhe ato të komuniteteve jo shumicë. Kryesuesin e KQZ-s, kryesuesin e PZAP-s, si dhe përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare, OJC-ve dhe mediave para vëzhgimit të zgjedhjeve. Pra ja kaloj fjalën zotëriut Yunus Emre, kryesuesi delegacionit, që t'jap deklaratën zyrtare. Faleminderit shumë, zonja dhe zotërin. Faleminderit për praninë tuaj sot. Quhem Yunus Emre dhe e kam nderin dhe kënaqësinë që t'udhëheq me delegacionin për vëzhgimin e zgjedhjeve, e që është nga Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës, e njohur si PACE, që grupon parlamentar nga 46 shtete anëtare të Këshillit të Evropës. Unë jam antar i Kuvendit të Madh Turk dhe antar i APK-s që nga viti 2018. Jam po ashtu antar i Komisionit për Punë të Jashtme, pra dhe jam dhe thot në kuadër të partisë kryesore që është në opozit. Grupi im përbën socialistët, të gjelbrit dhe demokratët. Më lejoni të filloj së falendëruari autoritetet e Kosovës që kanë ftuar Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës që të vëzhgojë këto zgjedhje, si dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer gjatë misionit tonë. Dua të falenderoj po ashtu stafin e vendvotimeve, të cilët na mirëpritën në ditën e zgjedhjeve. Delegacioni i APK-s ka antar që përfaqësojnë pothuajse gjitha grupet politike dhe që asistuar nga përfaqësuesit e Këshillit të Evropës, do të thotë, po ashtu edhe nga Komisioni i Venecias, divizioni i APK-s dhe zyra e Këshillit të Evropës në Prishtinë. Delegacioni erdhi në Prishtinë më 26 dhjetor 2025. Kishim takime me lider dhe përfaqësues të partive politike kryesore, duke përfshirë edhe partitë që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë, kryesuesin e KQZ-s dhe kryesuesin e PZAP-s. Sikurse edhe përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare, OJC-ve dhe të mediave. Ne duam të falenderojmë gjithë përfaqësuesit të cilët ishin të disponueshëm që të takojnë delegacionin tonë në këtë periudhë të ngjeshur. Tani do të ndjekim finalizimin e procesit të zgjedhjeve. Delegacioni ynë do ta paraqesë raportin e vet gjatë sesionit të APK-s në vitin 2026 dhe tani pa u vonuar do ta paraqesë deklaratën e delegacionit tonë. Vëzhguesit e PACE mirëpresin zgjedhjet e parakohshme në Kosovë dhe inkurajojnë gjithë akterët që të ndihmojnë në formimin e institucioneve funksionale. Delegacioni i Këshillit të Evropës ka mirëpritur zhvillimin e qetë dhe profesional të zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, duke shprehur që gjithë aktorët politik do të tregojnë përgjegjësi në krijimin e institucioneve funksionale. Votimi 28 dhjetorit shënon procesin e 4 zgjedhor në Kosovë në vitin 2025, pas zgjedhjeve të pasuksesshme për kuvend në shkurt dhe 2 raundeve të zgjedhjeve lokale në tetor dhe
dhjetor 2025. Këto zgjedhjet parakoshme u nxitën nga një ngërç I gjatë politik, duke përfshirë vonesën në konstituimin e kuvendit, mosformimin e qeverisë dhe pamundësinë për miratuar buxhetin. Dhe u zhvilluan brenda afateve të shkurtëra zgjedhore pas një fushate të shkurtër e të qetë. Pavarësisht klimës së polarizuar politike, delegacioni APK-s vuri në dukje se shumica e bashkëbiseduesve vlerësuan tonën më të butë gjatë fushatës, mungesën e ankesave formale për gjuhën e urrëties dhe mos ndodhjen e incidenteve serioze duke konsideruar të zhvillime pozitive. Delegacioni vuri në dukje se zgjedhjet ishin të përgatitura mirë teknikisht, pavarësisht afateve të shkurtëra dhe u vlerësuan përgjithsisht si gjithëpërfshirëse. Por, për hir katërt këtë vit, KQZ-ja refuzoi certifikimin e partisë kryesore serbe në Kosovë, Srpska Lista, dhe listës së saj të kandidatëve, një vendim që u shfuqizua nga PAZP-ja dhe Gjykata Supreme. Ky modeli përsëritur ngriti shqetësime për qëndrueshmërinë dhe panshmërinë e administratës zgjedhore në procesin e certifikimit. Delegacioni ynë I udhëhequr përbëhej nga 12 antar, duke përfshirë 6 parlamentar nga 4 grupe parlamentare të APK-s dhe 5 shtete anëtare të Këshillit të Evropës dhe përfaqësues të Komisionit të Venecias dhe staf tjetër. Në ditën e zgjedhjeve, ekipi ishte vendosur në disa komuna, duke përfshirë Prishtinën, Mitrovicën, Pejën, Prizrenin dhe Rrethinën, dhe do ta gjeni listën e plotë të deklaratës sonë. Në një numër të kufizuar të qevrave të votimit vëzhguara, delegacioni gjeti se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale, ku zyrtarët e zgjedhjeve ishin të trajnuar mirë dhe në një atmosferë pozitive që mbizotronte në qendrat e votimit të administruara nga zyrtarë si nga komunitetet shumic, ashtu dhe ato jo shumic. U vure gjithashtu një zvoglim I flet votimeve të pavlefshme për shkak të vlerësimit më të saktë të vullnetit të shprehur nga votuesit. Mirë po, në disa qendra të votimit, materialet e zgjedhjeve nuk ishin në dispozicion në gjuhë tjera përveç asaj shqipe, pastaj qasja për personat me aftësi të kufizuara mbetet sfidë në shumë vendvotime. Votuesit që kërkojnë asistencë gjatë votimit, duke përfshirë personat që s'dinë shkrim e lexim, ishte po ashtu një problem në disa vendvotime. Këto rregullore duhet të shqyrtohen në mënyrë që të kemi një qasje më gjithëpërfshirëse. Fatkeqësisht, në një qendër të votimit, administrata zgjedhore nuk lejoi praninë e ekipit vëzhgues, pra një antar që të jetë I pranishëm gjatë numërimit të votave. Delegacioni mirëpriti përfshirjen aktive të grave në qendrat e votimit që u vizituan, ndërsa partitë përmbushën kërkesën formale për kuotën gjinore, mirë po nevojitet një progresim më temë për mundësi të barabarta në fushat, ekspozim në media dhe rrjete sociale dhe gjasa reale për zgjedhje. Delegacioni po ashtu vlerësoi se legjislacioni favorizon zgjedhjet demokratike. Megjithatë, mbeten boshllëqe serioze që kanë bëjnë me rregullimin e mbikëqyrjes së financimit të fushatës. Delegacioni u informua për gjobat që konsiderohen të tepëruara për sa I përket aspektit të diskriminimit dhe gjuhës së urrëties. Kjo nënkupton edhe lirinë e shprehjes dhe sankcionimin e gjuhës së urrëties. Ndërsa mbulimi mediatik u vlerësua si I balancuar dhe në përputhje me rregulloret, delegacioni dëgjoi shqetësime për sponsorizimin politik të mediave dhe sigurinë e gazetarëve. Me 2.1 milion votues të regjistruar në një popullsi prej 1.5 milion, çështja e listave të fryera të votuesve
kryesisht për shkak mungesës së mekanizmave efektiv të çregjistrimit për emigrantët dhe mungesës së harmonizimit sistematik mes të dhënave të regjistrit civil dhe regjistrit popullsisë, mbeti i pasgjidhur gjatë vitit 2025. Çështje të tilla mund ngrenë shqetësime sipas standardeve ndërkombëtare për sa i përket saktësisë dhe besueshmërisë dhe regjistrimit të votuesve dhe duhet të adresohen nga autoritetet. Këto zgjedhje po ashtu ushquan përmbajtjen e tyre në një datë që përkoi me kthimin e një numri të konsiderueshëm të diasporës për festat e fundvitit. Disa modalitete lejuan votimin jashtë vendit në misionet diplomatike ose me post, gjithashtu dhe ato u përmirësuan. Këto zgjedhjet parakohshme kishin për qëllim të vendosnin fundin e ngërçit politik. Delegacioni bën thirrje që të gjithë aktorët të tregojnë përgjegjësi në krijimin e institucioneve funksionale para zgjedhjes së presidentit të Kosovës në pranverë të vitit 2026 nga Kuvendi i Kosovës dhe të mbështes aspiratat demokratike dhe euroatlantike të votuesve. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe Komisionit Venecias janë të gatshëm të bashkëpunojnë për përmirësimin e mëtejmë të kornizës zgjedhore dhe forcimin e kapaciteteve të aktorëve përgjegjës për menaxhimin e zgjedhjeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Emri. Ju inkurajoj përzemërsisht që të parashtroni pyetje në rast se keni lidhje me këtë deklarat, po kemi një pyetje. Faleminderit TV Dugagjini. Fatmir Jashari nga TV Dugagjini. Ju përmendet restaurimin e funksioneve të institucioneve të Kosovës. Ne veç kemi pas këtë vit 4 zgjedhje dhe do të kemi edhe zgjedhje të ardhshme për disa muaj nëse Kosova të shton që të zgjedhë presidentin e Kosovës. Si reflektoni mbi këtë? E dini, unë jam kryesues i ekipit të vëzhgimit, kështu që mendoj se është jashtë agendës misionit tonë kjo. Ne po ashtu do të hartojmë edhe një raport për sesionin plenar të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, kështu që në këtë raport po do të reflektojmë vlerësimin e zhvillimeve në vend dhe pritshmëritë po ashtu të palëve të interesit. Just a short follow-up.